Mirëmbrëma, i ftuar në emisionin pa kompromis të Bulevard Televizion sonte është Osman Stafa, kryetari i Degës Partisë Demokratike Durrësit. Zoti Stafa një emër i njohur për funksionet që ka mbajtur në disa institucione, ndërkohë që ka drejtuar Degën e Partisë Durrësit edhe herë të tjera, por edhe për një vërtetëri të hershme, një nga nismëtarët e lëvizjeve për rrëzimin e sistemit komunist diktaturës. Zoti Stafa, faleminderit që jeni me mua sonte. Bashkohemi mos janë një viti për një intervistë kishim kohë pa u takuar bashkë. Atëherë, mirëmbrëma, përshëndetje. Urime edhe suksese në punën tuaj dhe misionin tuaj. Është kënaqësi për mua të jem tek studia juaj. Faleminderit. Kam pasur gjithmonë kënaqësi me fjalë të bashkëbisedojmë bashkë, si miq, si qytetar dhe si njerëz të shqetësuar me fjalë, qoftë për sa i përket demokracisë, qoftë për sa i përket gjithçkaje të cilën e komplekson jetën tonë shoqërore dhe politike në Shqipëri. Zoti Stafa, fatikisht ai emisioni pa kompromis ka një indicje edhe nga takimi jon, madje kur po vija të bisedoja për të bërë emisionin, dikush më tha që pse flet me Osmanin, thonë se ke qenë shumë kritik ndaj Osmanit. Por gjithmonë kur Osmani ka punuar dhe Osmani ka qenë në pjesë politikës, normal me metin që do jetë edhe pjesa e saj për të qenë kritike të tjera. Unë, zoti Stafa, ju falenderoj edhe një herë që jeni me mua sonte për të nisur një bisedë e cila tashmë merr edhe konceptime të ngjyrime të tjera, duke qenë se fushata pavarësisht se zyrtarisht nuk ka nisur, por ka nisur, motorët janë ndezur, tashmë të gjithë partitë, listimet kanë dalë, koalicionet kanë dalë, dihen kandidatët. Ju duke qenë në pozicionin e kryetarit Degës, desha të sqaroja fillimisht pikërisht këtë pozicion. Pra, Osman Stafa, kryetar i Degës Partisë Demokratike, Dega 1, Dega 2, çfarë ka ndodhur dhe pse u zodh kjo lloj strukture për fushat? Atëherë, Partia Demokratike nuk ka lindur sot. Vetë politika është dinamik. Drejtuesit e Partisë Demokratike duke parë problematikat dhe betejën përballë kundërshtarit, sepse qëllimi i Partisë Demokratike është fitoria, dhe e panë të arsyeshme dhe nga shumë bashkëbisedime me miq e bashkëpunëtor, kryetari i Partisë Demokratike dhe kryesia e Partisë Demokratike vendosën të ndajnë Durrësin në dy degë, Dega 1 dhe Dega 2. Edhe unë për të qenë korrekt, jam kryetari i Partisë Demokratike Dega 2. Pra, nëse ju jeni në Dega 1 është Zoti Muka. Është Zoti Muka, është Zoti Muka. Atëherë si u vendos për ndarjen Dega 1, Dega 2, si u përfshin në zonat, apo thjesht është një, si thua, një fuqi e shtuar për pas dy kryetarë? Jam shumë kurioz sepse zoti Stafa ka pasur keq kuptim te një kryetar partie i fshatit, një kryetar partie i qytetit, edhe u duket që si kinezëri me fjalë, duke pasur një përvojë të hidhur që kena pasur në Durrës, ose më saktë Partia Demokratike në Durrës, që zakonisht ndarjet e komunave ka qenë të tilla që fshati zgjidhte kryetarin e partisë, përveç standardet që keni vendosur ju me zotin Muka, ju u bashkuat prapë me. Atëherë, unë gjej rastin për hir të vërtetës të jap vlerësimin tim për gjithë ish kryetarët e partive që kanë kaluar, që kanë qenë kryetarë të Partisë Demokratike të Degës Durrësit. Shpeshherë me miq dhe me bashkëpunëtorë kemi diskutuar për sa i përket problematikave që na nxjerr realiteti. Meqense e cilësuam edhe më përpara me fjalë që vetë politika është dinamik, ne duhet të rithemi me fjalë sepse u pa e arsyeshme për të patur një riorganizim, meqense sa më afër strukturës të Partisë Demokratike. Sepse s'duam ne 12 vjet opozitarizëm përballë një sekti të rilindjes ka qenë në një situatë jashtëzakonisht e vështirë për të mbijetuar demokracinë në Shqipëri, jo pastaj me fjalë forcat politike. Sepse ne të dy shpeshherë kemi ndarë të njëjtin mendim dhe opinion dhe shqetësim, sepse sa më e fuqishme të jetë opozita, aq më në binar është dhe sistemi. Por gjatë këtyre viteve ne kemi thonë dy te kanë thënë të tjerë dhe ndoshta jetësinë opozita ja ka zgjatur çik. Pra, unë po rikujtoj debatet jo pak të pra tonat me fjalë që kemi diskutuar shpesh herë me fjalë për të forcuar opozitën, opozitarizmin, zërin kundër të ndaj pushtetit. Se tek e fundit fare misioni i opozitës ky është. Ne dim fare mirë kush është misioni i opozitës. E dim kush janë qëllimet politike. Por për të arritur qëllimin politik ne dim fare mirë kush është misioni i saj.
Do të stava të siguroj që edhe sonë të bëjmë bizotarinë bashkë. Është pa kompromis. Sepse jena pa kompromis, nuk diskutohet vetëm nga martesa, por edhe për mënyrën se si kanë rrjedhur ngjarjet dhe për të hyrë tani tek ai bloku interesant i asaj që ka ndodhur në Partinë Demokratike. Tash ju keni qenë drejtuesi kësaj dege, me lëvizje të çuditshme që ka ndodhur në Partinë Demokratike, Durrësit, shpeshherë me komandime, shpeshherë me votime, por tani që Partia Demokratike synon të vinë pushtet pra në rast të mundshëm, tani që listat janë bërë publike, është bërë publike se tush ajo që quhet pjesa e sigurisë për dy partitë e mëdha, patën kështu mendohet, por edhe listat e hapura, të cilët është bërë një përzgjedhje dhe pyetja e parë ime do filloj pikërisht nga kjo, por ta nisur aty ku e kemi lënë. Në 2013 Partia Demokratike ka humbur, mos gaboj, me një listë ku ishte zoti Bylikbashi, zoti Strazemiri dhe zoti Iglicara. Mas 12 vitesh janë të tri në listë, është larguar zonja Vokshi, po i vërtet është të zëvendësuar nga një grup fisnik dhe unë gjerasin ta përgëzoj sepse është vlerë jo vetëm e Partisë Demokratike por edhe e Durrësit, një zonjë e cila besoj që do t'i japi shumë komunitetit atje ku punon, siç i ka dhënë drejt tani, dhe është koalicioni me zotin Duka. 12 u deshën për të përplasur PD-ja për zgjedh dy emra të rikë pesë, pra për të bërë një koalicion me zotin Duka dhe për të marrë zotin Bylikbashi, zotin Cara dhe zotin Strazemiri. E mbaroi pyetjen? Po. Faleminderit. Ju duke gjatë. Jo. Por që kemi korrekt tek pyetje dhe shqetësimet tuaja, do të japim përgjigje pjesë-pjesë. Po patjetër, kemi shumë minuta në dispozicion. Ju thatë një fjalë që nëse mund të vi Partia Demokratike në pushtet dhe nëse është një rast i mundur. Të lutem. Së pari për hir të vërtetës, nëse do t'i hyjmë me trajtimet të këtij rasti, sepse objekti dhe qëllimi kryesor fushata është në këtë debat. Patjetër. Partia Demokratike sot nuk e trajton më me fjalë mundësinë e fitores si një rast të mundshëm, por si një kusht të vetëm. Nuk ka asnjë lloj alternative tjetër përveç fitores. Nëse pra duhet trajtojmë tani. Ky është qëndrimi juaj, unë se kontestoj, unë nuk flas me sondazhe, sepse nuk jam i specializuar për këto gjëra. Gjithmonë kur them në një fitore të mundshme, kam parasysh që është një parti e madhe, një parti vlerash, një parti e cila ka qenë në tregun. Miku im Artur apo zoti Llanaj, unë ju dërtoj. Pra, ne bashkë kemi edhe miq, jemi në studion tuaj. Ne do të jemi shumë të qartë. Unë kam bërë një analizë goxha të hollësishme. Arsye që kam marrë një përgjegjësi të tillë, që ti trajtojmë pasaj gjërat me radhë. Kur më ofrua me fjalë sepse unë kam qenë pjesë për të kandiduar për deputet. Më është ofruar nga doktor Berisha dhe më ka kërkuar që të marr një përgjegjësi të tillë. Për hir të vërtetës e kam pranuar sepse më pëlqen e para më pëlqen sfidat. E dyta nuk e kam parë Partinë Demokratike as si stre, po e kam parë si një shtëpi të madhe ku ka vend për të gjithë, për çdo demokrat dhe qytetar. E treta nuk e kam konceptuar dot pushtetin apo mandatin e deputetit si një diçka shumë personale. Jo. Mandati i deputetit për mua është një përgjegjësi për hir të vërtetës. Por sfidën që më kërkua e kam pranuar me kënaqësi. Ndoshta shumë miqtë mi më kanë tërheqë vëmendjen. Ndoshta edhe familjarët e mi më kanë kritikuar përse u tërhoqa, sepse ishte një mundësi goxha e mirë dhe goxha interesante për vetë hartën gjeografike dhe e pranuar me përgjegjësi dhe më shumë kënaqësi. Ofertën e doktor Berishës. Për të qenë kryetar i Partisë Demokratike dega numër 2 Durrës. Diskutohet me të drejtë listat. Është vërtet. Pra ju po më thoni konkretisht që ka pasur një hapësirë për të qenë i listuar në listën e kandidatëve për deputet dhe ju keni pranuar sfidën e dytë. Apo ju keq kuptova? Atëherë që t'jemi qartë. Dhe nëse do të kisha pranuar, isha pjesë e garës për deputet. Të konfirmoj ty, i dashur miku im, demokratëve dhe qytetarëve. Nuk do pranoja kurrë në mënyrë kategorike të isha pjesë e listës së mbyllur. Është çështje tjetër. Kjo është kjo është përgjegjësia që ke ndaj elektoratit tonë. Besoj që do të kemi kohë ta trajtojmë. Patjetër. Vim tek listat. Ju më drejt ngrihet një shqetësim. Po jo pak herë ka ngrit edhe demokratë dhe qytetarë të thjeshtë. E para ne dimi me fjalë që politika në vetë është një përgjegjësi. Po është edhe një kontribut.
Politika është dhe kohezion. Në Partinë Demokratike për hir të vërtetës ka patur dhe ka njerëz të mrekullueshëm. Ka qytetarë dinjetoz, intelektualë të përgjegjshëm, shumë të vendosur për të vazhduar dhe për të përballur, qoftë për të vazhduar garat, qoftë për të përballur sfidat. Por ka një problem që e ka në tërësi shoqëria shqiptare. Ne jemi një shoqëri ballkanase. Dhe duam ne kemi ato kompleksitetet tona akoma, me fjalë ne nuk jemi të çliruar nga disa ngërça të cilat i kemi të trashëguar si shoqëri. Unë jo pak herë kemi diskutuar dhe bashkë me miqtë e mi kam diskutuar që elita ose inteligjenca e Shqipërisë është larguar ose vetë politika shqiptare me mënyra se si e ka menaxhuar pushtetin, se si e ka menaxhuar politikën, se si e ka ndërtuar të rrethin e saj vicioz, pjesën kryesore të intelektualëve shqiptar i ka larguar me vetdije të qartë për të mbajtur sa më gjatë pushtetin. Sepse tek e fundit fare, në vitet 90 kur jemi ngritur kundër regjimit, nuk kemi menduar kurrë që në 2025 do të kishim akoma po të njëjtat elita. Por nuk është e mbarova. Jo, mund ta vazhdoni. Po flasim për një parti vlerësh do emrash. Në fundit ajo që thoni ju, ata kanë bërë punën vetë për të pushtet. Ju do të bëni punën tuaj si opozitë për gjetur emra ose vlera të tjera të... Ajo, që ti ndajmë gjërat, po flisje për politikën në tërësi. Vim tash tek sepse ju thatë një fjalë që emrat që kanë qenë 2013, 7%, në 5 i bie 7%. Po. Nuk jam shumë i fortë matematik. Jam i bindur që nuk ka asgjë të keqe. Se tek e fundit fare, ju lutem argumentoni për teleshikuesit. Pa diskutim. Nëse kemi dëshirë mund të kemi edhe me emrat një nga një. Por do humbim shumë kohë sepse mund të kemi tema shumë të rëndësishme. Jo, nuk është qëllimi jon emrat. Është listim, nuk ka të bëjë me emrat. Më dëgjoj. Është e vërtetë që këto kanë qenë 2013, sepse siç është e vërtetë që kanë qenë pjesë historike e Partisë Demokratike. Siç është e vërtetë janë pjesë kontribuese e Partisë Demokratike. Po ka dhënë të vërtetë me fjalë që Partia Demokratike për hir të vërtetës, pas se të vinte ky proces i përzgjedhjes, vendosin një standard të ri. Primaret. Ka patur shumë skeptik për sa i përket gjykimit të primareve. Do dalim, do diskutojmë. Në parim ju kam dhënë të drejtë skeptikëve për një arsye. Sepse ishin shumë afër pragut apo afatit kohor të zgjedhjeve. Për të ngelur aty dhe për të dalë konkretisht tek pyetja që pyetja që un kam. Mas 12 vitesh duke përshtuar koalicionin me zotin Duka dhe një pruri që është zonja që i kërkon ndjesë për është në kuptimin e mirë të fjalës. Do dalë tek zonja. Janë do të emra që do ta bindin elektoratin e PD-s për fituar me 12 maj. Ky është problemi, nuk është problemi, nuk më deson aso Erdja Siglias. Atëherë. I kam miq të tre. Unë që kam rastin dhe kam fatin të kemi të tre, siç mund të kemi edhe shumë për procedura, vlera më në partisë, nuk po flasim për emra. Tash atëherë, më dëgjoj tash trajtimin tim. Kur unë do të stonoj, atëherë do të rihysh prapë. Tha mi fjalë që politika e tillë është. Sepse askush nuk ta vendos limitin e kontributit në politikë përveç se votos dhe vullnetit. Pra nëse këto njerëz që për hir të vërtetës kanë qenë të votuar, dikush me të drejtë mund të thotë Osman, a është reale vota? Unë po them jo. Sepse votën vetë është dhe lobing. Është lutem. Të votuar brenda partisë. Edhe brenda partisë. Në elektorat jo, patën një nga emrat është 3 herë humbës. A do t'i marrim me radhë? Do t'i marrim me radhë sepse do dalim dhe tek vota brenda partisë dhe tek vota qytetarëve. Po që gjithu qytetarëve do marrin mbështetjen tani edhe. Kur 3 herë ke humbur atë. Për të ballafaquar me qytetarët, Partia Demokratike ka vendosur një standard jashtëzakonisht transparent. Ku në rastin konkret ishin primarët. Unë nuk themi fjalë që vota e primarëve ishte e përkryer. Proceset të përkryer nuk ka. As të pagabuara. Por më i miri i mundshmi për momentin në standardet e demokracisë të brendshme të Partisë Demokratike apo të shoqërisë shqiptare. Me të drejtë ti keni një shqetësim. Si qytetarët të ardhën thua, zotëria është i provuar 3 herë. Është vërtet që është i provuar 3 herë. Por ne di mirë, nëse do flasim për 2023-shin, vota 2023 nuk ka qenë votë e qytetarëve. E filloi me 2013 njëherë, pastaj 2021, pastaj 2023, sepse nuk është fajtor as qytetari Dursak. Për 3 vendimet Partisë Demokratike, një herë mos më marr pjesë në ndarjen territoriale, një herë më dorëzu mandatat, një herë mos më hyn në zgjedhje. Nuk është përgjegjësi e demokratit thjesht kjo.
Pra këto janë përgjegjësi të një force politike, e cilën ne po themi që do vinë pushtet për vlera, nuk po themi që do vinë pushtet. Me bënë pyetjen do më dëgjosh përgjigjen sa më gjatë. Sa më gjatë. Sa më gjatë që ti nxjerrim në kokën bisedës. Nuk do të ndërpres të siguroj që ti nxjerrim kokën bisedës. Por ne di mirë që demokracia, rotacionet e demokracisë janë procese zhvillimi edhe të domosdoshme për mua. 2013, unë nuk mund të them që ishte përgjegjësi e Glicarës, ase o Erbil Bashit. Pavarësisht nga pozicionet politike që kanë patur, njëri më duket ka qenë apo të dy u prodhuan deputet. Ishin të dy deputetë, njëri Bekar Dege dhe në grupin e punës që emëron të drejtorët. Jo, në 2013 në Partia Demokratike dorëzoi pushtetin. Në 2013 mbarojnë, po flas për... Pra 2013 Partia Demokratike u mund me votë. Lëshoi pushtetin. Po ishin të dy në parlament? Të dy u prodhuan deputet nga procesi 2013-s. Unë nuk mendoj me fjalë që Zoti Cara dhe Zoti Byllukbashi kanë qenë vendimarrës tek vendimet pas 2013-s për sa i përket reformës territoriale. Për sa i përket reformës territoriale. Kishte përvojën e zgjedhjeve të Durrës për emërimin e drejtorëve që pati jo pak ndikim tek njerëzit. Ju po flisni për drejtorat nga 2005-a deri në 2013-ën, apo jo? Unë përflas 2009, një koalicion, u seju një koalicion që nuk u morë pushteti fatikisht nga PD-ja dhe u morën 4 mercenarë. O do të trajtojmë debatin mbi koalicionin e 2009 Partisë Demokratike me LSI-n, ose do të trajtojmë debatin tek Igli Oajerti ku më përmendën e emra, apo tek drejtorat. Nuk e kemi aty debatin fare. Në 2013, të jemi të qartë tek pyetja. Të 3 personat janë listuar për të qenë kandidat për deputet. Po. Dhe unë po ju them që kanë në Durrës kanë një produkt që kanë humbur zgjedhjet, nuk po merrem tani çka kanë emëruar drejtor, sa ka kërkuar drejtori. Atëherë mos sepse më ngacmove pyetjen dhe po është një emër për srin 2025, 12 vite për të pritur që Oajerti prap, Igli dhe Strazemiri do jenë listë fituese. Kanë dëshuar këto 12 vjet apo ka dëshuar elektorati që i ka pritur në zog tani në listë. Kjo është pyetja ime, nuk ka lidhje fare me. Atëherë do të dëgjosh përgjigjen time. Patjetër. Shumë bukur. Mos ta lodhim dëgjuesin se çfarë është demokracia. Ato që lodhen kanë telekomandën në dorë, mos e vetëm. Okej, shumë bukur. Por brenda Partisë Demokratike, po them edhe herë, ka, sepse në demokraci kështu funksionon, është vota e demokratëve e cila i ka vlerësuar. Kush mund të ketë rezerva, le të loboj kundra dhe t'i rrezoj me votë. Partia Demokratike e njeh votën si institucion të shenjtë. Unë nuk mund të pretendoj që vota brenda këtij procesi mund të jetë absolutisht e qartë. Kuptohet një fjalë që në çdo votim ka lobingje, ka interesa, ka dhe formalitete. Sepse ne dimi fjalë që vetë shoqëria shqiptare nuk është e pjekur në atë lloj niveli në fjalë që të flasim për një demokraci të kulluar. Patjetër, por ka dhe përgjegjësi edhe moral zoti Sta. Ma le ta mbaroj përgjigjen. Vim tek një kohë kaq e gjatë. Është vërtet një fjalë që në radhë parë është zgjedhje personale. E çdo individi. Unë kam patur rastet e mia, me fjalë, kur në 2015, pavarësisht sepse kisha rreth 9 muaj kisha zgjedhur kryetar partie, kur humbëm zgjedhjet, i kam paraqitur Heqin Lulzim Bashës. Po patjetër. Kryetari i Partisë Demokratike. Sepse pavarësisht me fjalë që nuk ishte përgjegjësia ime, edhe unë i paraqitet Dorheqin sepse ishte kryetari i Partisë Demokratike. Unë kishte pyetje ndryshe, sepse ndoshta unë nuk kam kundra, sepse nuk jam unë personi që do të jap mendim se çfarë do të bëjë një parti politike. Unë nuk e kam problemin tek primarët. Por duke pas parasysh çka u prodhu mas primarëve, pyetja ime është e tillë, a nuk u bën kohën e dur, listimi i emrave nuk qej duri, a mund të kishte emra të tjerë, sepse nuk është normale që 5 njerëz që kanë drejtuar degën e Partisë Demokratike të Durrësit, për mua, gjithmonë për mua, në këndvështrimin tim, të mos jetë asnjë listuar. Nuk është normale që bën primarët e një qark dhe ka vetëm një deputet aktuale që merr pjesë, zonja Ulliri, nëse jam. Po. Nuk e di, nëse ka boj, po besoj që zonja Ulliri ka qenë në primare. Pra, Durrësi dega 2, qarku i 2 në vend nuk ka si deputet listuar, as si deputet në primare, çfarë ka ndodhur? Që mos ta marrë shumë kohë kjo pyetje, do t'ja përgjigjes. Po le ta marrë sot doj, se kohën e kemi vendor. Do t'ja përgjigje shumë saktë përgjigjes. Ju marrim me radhë. Erbil Byllukbashi u caktua drejtuesi i qarkut. Dhe kam qenë dhe në Këshill Kombëtar kam qenë nga ato që nuk duhet të hyjnë drejtuesit e qarqeve në vlerësim nëpërmjet primarëve. Mendimi im,
Arsyen po deshet ta trajtoj. Jo, Dalim tek mirë do ishte, mos thyn, si mos thyn detyrësit politik. Shumë bukur. Zoti Bylikbashi nuk është provuar me vot në Durrës dhe ka marrë një vot që Dursakët kanë besim që ky do të drejtoj fushatën. Pse mos ç'a kuptimi ka? Sepse nuk ka bërë asgjë më ndryshe Partia Socialiste, ka bërë Partia Socialiste. Drejtuesit politik, jo kanë bërë nga 5 emra aty, i kanë prunë në Durrës, do i fusin 5 dhe marroj punë. Pastaj janë 112 dhe kandidoj për 2 mandate në Durrës, zoti Stava, është turpshme. Është e bukur. Është turpshme. Dhe zoti Bylikbashi ka qenë pjesë e këtij kodi. Klasim realitetin, shky kod. Këto trajtime trajtoja zoti Bylikbashi. Tash po t'ja përgjigjen për zotin Bylikbashi, për zotin Sara. Mendon që po merrni zoti Bylikbashi do ja them? Jam i bindur që do ja thosh. Tash më pyetën në pyetjen pse ke qenë kundra. Në radhë të parë i vendosi pra drejtues qartësh i vendosi kursia e Partisë Demokratike dhe doktor Berisha. Do thotë që i ka besuar një besueshmëri dhe nuk ka arsye të hyjë në vlerësim. Nëse do isha unë ndoshta do të trajtoja ndryshe. Por kohën që ishim ne, unë gjykova të arsyeshme që vota ime të ishte kundra futjes së drejtuesve të qartëve në primare për një arsye. Sepse ne dim shumë mirë, një parti dinamike siç është Partia Demokratike ka dhe zemrime. Dhe ti me të drejtë do themi fjalë që pse duhet të jetë zoti Bylikbashi në 2013, zoti Strazimiri, zoti Cara. Unë po ju them edhe herë. Shpresoj të mirë kuptimin e atyre që më kanë dëgjuar. Nuk kam gjë personale. Atëherë, ma le ta trajtoj me listimin, nuk kam gjë. Ma le ta trajtoj sepse duhet dal pikërisht ke shqetësimi jot. Stava një parti që zon me grushtën, më nëse lis vet mas 3 vjetësh, kena gjetë vulën, ka dorë torkite gjithë, unë nuk di kush e vjedh vulën. Kush ka vjedh vulën që e morën vulën pra Partia Demokratike? A do ta kalojmë këtë pikën e kalojmë pyetja është pse një nga 5 kryetarët e degëve të Durrësit nuk është të paktën për atë që shton. Partia Demokratike është partia e qendresës, i mbjetoi ka shumë të vërtetë në këtë. Që 12 vjet pushtet me një kryeminist si Edi Rama që njihet për karizmën e tij, gjithë një opozitë që ka mbjetuar dhe 5 kryetarë të degës së Durrësit nuk listohet asnjëri për ta votuar, atëherë si ka komanduar Partia Demokratike të Durrësit kur qytetarëve nuk i jepet besimi ose demokratëve, sepse qytetarët është si koncept i gjatë, është për zgjedhje të tjera. Merren Partisë Demokratike 5 kryetarë të degëve, ishte njëri listuar të paktën për qok. Unë di që zoti Sara ka qenë kryetari i Partisë Demokratike. Dhe ky opsion bjen. Osman Stafa, unë pranova detyrë tjetër dhe ky opsion bjen. Dhe unë qëndroj edhe Zoti Luan Hodi 2 herë. Zoti Burgia 2 herë. Si 2 herë, nuk kuptoj. Kryetar degë, drejtues. Jo. I emrum. I emrum. Po. Se dhe vetë zoti Bylikbashi ka qenë emrum njerë, ju e marrim me historinë në Bylikbashi. E marrim edhe zoti Çakarin, edhe zoti Bylikbashin. Tash dalim tek pyetja pse asnjë nga këto 5 kryetarë. Nëse do ishte për mua dhe zotin Cara, unë kur kam biseduar me doktor Berishën, për sa i përket përgjegjësisë të cilën ma besoi doktor Berisha dhe kryesia e Partisë Demokratike, kam lobuar vetëm për një person, Manjola Lukun. Nuk them që kam vendosur kushte, sepse në biseda të tilla nuk vendosën kushte. Kam lobuar ose e kam kërkuar Manjola Lukun për një arsye. Sepse i di vlerat. Ndaj njëti mendim edhe nga reagimi qytetar. Ndaj njëti mendim dhe shumë gjëra. Dhe unë do të dëshiroj që Partia Demokratike dhe opozita shqiptare për të ndryshuar atë çfarë ka prodhuar deri për 35 vjet politika shqiptare, ku pjesë të saj unë bëj pjesë të përgjegjësisë bëj dhe Partinë Demokratike. Dakor? Unë duhet të ndryshoj modelin. Në qoftë se ne nuk ndryshojmë modelin, në qoftë se ne nuk guxojmë për të ndryshuar modelin, ne e kemi vështirë të shkojmë tek qëllimi. Ndaj dhe unë kam lobuar dhe për herë të parë kemi dalë një pikë përbashkët. Gjithë ideja ime ishte që Partia Demokratike do të gjejë rrugët e veta, do të gjejë mundësitë e veta, nuk e di, është një parti e madhe, një parti që ka qenë në pushtet, dhe nuk do të kërkojë llogari Ramës pse Partia Demokratike. Më edhe një sekond të jap një përgjigje. Kam vlerësim për ish kryetarët e Partisë, qoftë për zotin Hoti, qoftë për zotin Burgia. Për emrin, për kontributin, për kohën që ka shërbyer në shërbim Partisë Demokratike. Një moment shumë vështirë për ta thënë. Edhe një moment lutem. Por, unë gjej rastin t'i vlerësoj, por për hir të vërtetës,
nëse unë do të isha në pozicion e tyre, unë do pranoja të hyja në garë, jo tek lista e mbyllur. Sepse, tek e fundit fare, forca një individi ku qëndron, tek sfidat, tek përballet tek betejat me cilën ai përballet. Atë ju kërkova dhunjit Unë në garë dhe emra të tjera. Unë ju kam kërkuar shumistisht. Që ato të hyjnë në garë të jenë pjesë e garës. Sepse janë qytetarë dhe demokratë që të vlerësojnë. Dhe është një sepse ky pushtet nuk është kundërshtar i Sali Berishës individualisht. As Osman Stafës. Por ky është një kundërshtar i tërë shoqërisë shqiptare. Sepse unë besoj mi fjalë që do kemi kohë të diskutojmë dhe problemet ekonomike të shoqërisë shqiptare. Ajo është pjesë edhe që takon pastaj kundërshtimit juaj si opozitë, po flasim gjithmonë brenda familjes, sepse brenda llojit dhe brenda familjes janë gjërat. Brenda familjes. Unë po ju them këtë gjë. Brenda familjes, sipas kundërshtimit, nuk jam unë personi që këtë. Ne po flasim dhe ndoshta është televizikuesi që na gjykon, ato që po them unë që po pyesun ato që thoni ju, unë po them që nuk është bërë një ngjizje për ta bindur që shiko, ne po vim ndryshe këto zgjedhje, ne po i kërkojmë gjë ndryshe. Po vim totalisht, se nuk kanë bëjnë vetëm me emrat. Po vim totalisht ndryshe në raport me kundërshtarin. Po vim totalisht ndryshe në model, në mendësi, në qëndrim, në demokraci të brendshme dhe në gjithçka. Atëherë me që jemi ke mendësia, si është mundur zoti, sepse unë këtu e kisha pyetjen konkretisht, pavarësisht se u shpërndam gjatë diskutimit, listimi i emrave që ndodhën në Durrës, sepse është e papranueshme që zëvendësia e atij që nesër pretendon të bëhet kryeminist e Shqipërisë merr 30 vota në Durrës, ku për të zgjedhur kryeplak vetëm 3 duan 42 vota. Është e papranueshme. Si u futën të emra në listim në primares? Kush donte hynte? E mbarova pyetjen? Po. Atëherë. Nuk do duk se e mbarova. Jo, mënyrë se si më parashtrove. Është çikaran. Jo, as pak. Figurë politike. Do të lutem, tash më dëgjoj Ose përgjigjen. mos u merr me politikë. Më dëgjoj përgjigjen. Unë gjej rastin ta përshëndes zonjën Gara. Po më përshëndes dhe unë se s'kam. Shumë bukur. Bashkohemi të dy bashkë dhe përshëndesim. Po, mund të jetë zonë grup më mirë. Dhe ta vlerësoj. Nuk flas për politikë. Dhe ta vlerësoj. Por demokratët dursak e gjykuan të tillë me fjalë për të vlerësuar djemt dhe vajzat e qytetit të Durrësit. Ndoshta që një mesazh i qartë edhe për kryesinë e Partisë Demokratike, edhe për doktor Berishën, edhe për kryesinë e Partisë Demokratike në Durrës, sepse nëse do një rezervë timen si ish kryetari i Partisë Demokratike në Durrës, ne shpeshherë diskutojmë kur vjen momenti të flasim për hapjet të Partisë Demokratike. Partia Demokratike për hir të vërtetës, sepse tash do jep përgjigje asaj të cilën ti nuk më le ta mbaroj. Të lutem. Ai mani me kohë keni lënë. Të lutem. Sepse hapja e Partisë Demokratike nuk kupton të hapash dyert dhe dritaret. Hapja e Partisë Demokratike është qendrim, është mendësi. Zoti Stafë, çdo zgjedhje Partia Demokratike është e hapur. Kush e mbyll këtë parti? Të lutem. Kush e mbyll? Po ndajmë të njëjtin shqetësim, më le ta trajtoj. Por ka dhe diçka tjetër. Unë kam shqetësim emisionin, nuk kam shqetësim partinë. Jo, edhe unë nuk kam. Në partinë e Mradhun i kam mbyll punën me partinë. Unë kam shqetësime të që përfaqësoj. Pikërisht pra. Do hapim partinë këto zgjedhje, kush e mbyll? Vetë mënyra si është vepruar Partia Demokratike, duke mos i dhënë mundësi vlerave të përfaqësohen. Do ndajmë dy gjëra që janë shumë të rëndësishme. Kur shikon nga jashtë një debat, ke dëshirë me fjalë të ose si them, një jetë politike dhe një partie, thua, pse nuk ndodh kjo? Kur bëhesh pjesë e formacionit politik, kupton se si funksionon. Shumë miqtë mi kanë shprehur një shqetësim të tillë. Dhe unë ju kam thënë, miq, për të ndryshuar diçka duhet bësh pjesë. Nëse ti don të ndryshosh diçka, duhet bësh pjesë. Për të ndryshuar diçka kur bëhesh pjesë, duhet të prodhosh forcë, jo forcë fizike, forcë nëpërmjet kartonit, forcë nëpërmjet mendjes, forcë nëpërmjet lëvizjeve, sepse në fund fare politika është lëvizje. Po flasim për një forcë që shërbej qytetarët, po për aq kohë sa qytetarët dhe intelektualët bën indiferent ndaj politikës, dytërmisht politika, si them, do të jetë një makineri e cila nuk do të punojë me ritmin e saj maksimal. Do të ketë ulëngritjet e saj. Dhe kjo është një problem i shoqërisë. Ka ngjet sepse vetë ato pjesa tjetër e shërat janë 12 pushtet ato. 12 pushtet ato. Po, kjo është më së vërtetë. Ato duan ato, sa më dobët jeni ju, më mirë ato. Ashtu siç më fal. Është tjetër gjë pastaj se sa turshme dhe e pamoralshme është kjo. Ato janë pushtet 3 mandate.
E kemi edhe të kadrën sigurt thonë. Nuk besoj. Punë për ato se. Jo nuk besoj, por punë për ato dhe punë për ju. Jemi sinqertë me pozicionin tim. Do ma ndjosh trajtimin e këtij shqetësimi? Sepse më themi fjalë që pjesa tjetër. Po është e vërtet. Pjesa tjetër me fjalë buxhet shqiptar i armuar me kryetar bashkisë, buxhet shqiptar i armuar me deputet, buxhet shqiptar i armuar me ministra dhe në arrati dhe zëvendës kryeministra. Në qoftë se kjo është mendësia, ti më të drejtë më thuash Osman, aty keni qenë, se s'keni reaguar. Është e vërtetë Artur. Jo vetëm atë, po pse fiton prap? Ky është problemi. Dëgjoj, nuk kanë fituar, kanë vjedhur Artur, kanë bler Artur. Sepse mund të rikthehemi një temë e cila do na konsumoj shumë kohë dhe do jetë mirë edhe ta trajtojmë se i shërben dhe qytetit. Ne kemi gjithë minutazhin e dur për të diskutuar gjëra, por unë kërkoj vetëm një gjë që të jemi shumë transparent me atë që do të kujtoj një moment shumë të rëndësishëm. Unë e kam problemin se si qytetari i këtij vendi, mua nuk më pëlqen fare që një opozit 12 vite ja fut gjumit, nuk bën denoncim, nuk rresht. Opozita nuk ka bërë denoncime? Po ta them unë që nuk ka bërë pra, se janë 40 drejtorë në Durrës s'ka si denoncim. Po flet për nivel lokal. Po atëherë. Ne po flasim për degën e Durrësit, nuk me Ramën merret Berisha, Basha ku diun kush merret me Ramën. Partia Demokratike ka sjell produkt në këto 2 vite 3 partitë të tjera. Nuk shohim denoncim. Në Këshillin Bashkiak, Partia Demokratike është minorancë ose nda me dysh. Kalojnë ligje, kalojnë projekt vendime, kalojnë fonde. Ndajmë një në shqetësim. Atëherë, unë tu e kam gjithë, nuk më intereson shumë kush do jetë, sinqerisht, nuk më intereson shumë. Okej. Atëherë, ti ndajmë gjëra sepse na dëgjojnë teleshikuesit, do të thonë besoj që po kënaqen ato. Shumë bukur. Atëherë duhet të ndajmë gjërat. Unë në cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike Dega Durrës 2 kam afërsisht rreth 11 ditë që jam vendosur kryetari i kësaj Dega partie. Nga viti 2016, kur ndru brava e derës partisë, deri më sot nuk është pjesë e përgjegjësisë time sepse s'kam qenë kryetar partie. As antar kryesie, lutem. Zoti Stava, nuk është pjesë e përgjegjësisë suaj, por është pjesë e përgjegjësisë demokratike, një standard që vendosi jeni zgjedh kryetar me vota të rregullta për herë të parë në një proces që nuk është kontestu. Në 2014. Mas sa ditësh në rrot brava, po tursh Zoti Stava, si ti kërkosh vota Ramës me rrit votën kur ke vjedh votën më në vet. Jo, nuk kanë vjedh vota. Unë rru bravën më keq. Më keq. Se ka qenë batut Lul Brava ku diun sa nuk e di pse ka dalë kjo batutës. Lul Brava, nëse mund ta sqarosh sinqerisht. Atëherë nëse do më lejosh do ta sqaroj. Po patjetër. Sepse teleshikuesit e kanë të fitosh me votë në qytetin në qarkun e 2 partitë demokratike, Dega me Mastiranës dhe të ikësh me bravë në rrumë, nuk e di. Atëherë ne po flasim për standarde? Po, është vërtet. Jo për brava. Është vërtet. Unë po flas se brava ka qenë prishme. Unë rru brava. Unë rru brava me qëllim. Për të larguar Osman, për të Tani që larguar. rru brava, partia i thotë popullin, besoni mua se mos 3 vjetësh ne kena rrugullu bravën. Të lutem. Jo, ti ndajmë gjërat. No, e para brava nuk ka 3 vjet që është ndruar, por ka 10 vjet. Pasën si ka 12, është më në 12-s. Të lutem. Kryetari i Partisë Demokratike ka qenë zoti Lulzim Basha. Brava derës Partisë Demokratike është ndruar me urdhër të ish kryetarit Partisë Demokratike, sepse u ktheva në shqetësim për denoncimet që kanë bë sekti të Rilindjes dhe Vangjush Dakos dhe Partisë Socialiste. Janë bie se keni ikur s'ka denoncim. Të lutem. Janë 163 konferenca shtypi me mediat, duke denoncuar me fakte, me argumente. Janë disa dosje të cilat ja kam referuar prokurorisë në cilësinë e ish kryetarit Partisë Demokratike. Po. Jam ndjenit sepse ja kam referuar prokurorisë. Më kupton? Siç duket u ktheva në shqetësim. Me të drejtë më thush Osman. Atëherë pse akoma ke qëndruar kam qëndruar tek Partia Demokratike. Jo, është zgjidhja juaj. Unë them të tjetrën. Ju Osman keni ik sepse keni denoncuar se rrini ju KPD është punë juaj, keni zgjedhur ju të punë. Jo, ti ndajmë në momentin që mund ka person nuk kam ik. Do t'i ndajmë gjëra sepse është pak. Nuk merrem. Dëgjom Artur. Unë kam një pyetje konkrete. Ka 10 vite që Veliera rrin aty si kapelja e një kryetari Partisë Ekologjike që është bërë shketi për kështu, por që ka qenë burr shumë i mirë dhe ka qenë zgjuar. Ka 10 vite që qëndron një Veliera aty që ka grabit miliona. Po, miliona euro. Dhe a e dini ju që një nga kryetarët e Degës Durrësit ka qenë okay asaj Veliera për të ndërtuar, sepse ka funksionuar KRT-ja atë. Se le nuk i ndante gjyshi me mua, jo, le të ndante me KRT me gjyshi. Dhe Partia Demokratike kishte pjesën e vet të përfaqësimit atje. Jo.
Tu nuk jam dakord. Nuk e dakord. Atëherë, vërtetoni, zoti Muga dhe zoti Ndrit Hamidi kanë qenë pjesë e KRT-s Bashkisë Durrësit? Në rregull. Unë të hiqim kërkoj falje publikisht. Të jesh pjesë e KRT-s Durrësit, edhe të jesh kundër apo të jesh pro, nuk do thotë që ke qenë kryetari KRT-s Durrësit. Mund të ketë qenë antar. Unë di me fjalë që projekti është më i vonshëm se ka qenë zoti Muka. Në rregull, ashtu. Do ta verifikoj. Por do kemi rast dalim prapë bashkë? Absolutisht po, sepse do ishte ftuar prapë. Kemi hapur shumë tema të cilën ne duhet të trajtojmë. Pse zoti Muka nuk do të denoncoj Velierën tani me fakte? Do bëjmë një kompromis. Pyetjen që do të më bësh, do bëjmë një kompromis, pavarësisht se këto është pa kompromis. Por ti nxjerr kokën çdo pyetje që do më bësh. Okej. Që të jenë të qartë. Edhe unë po mundohem, por nuk e di pse ka keq kuptim. Unë po mundohem. Nuk ka keq kuptim. Ndërhyrje në linjë. Ma përshëndrobis. Ju thatë që unë kam denoncuar, kam bërë këtë. Për kësaj unë u hoqa nga kryetari i Degës me ndryshim brave. Pra një parti që do marrë mbështet me të rrugë brave. Në hyjtën e gjërave, se janë e çik kështu e thatë vetës, unë s'ka bën me ta hapje këtë bisedë. Do t'i hyj unë kësaj, fal. Tani unë të po them. Nështë jam unë i gabum dhe qofsha unë. Unë po ju them, kryetari aktuali të shti parti i Degës, pra si që keni ndarë, Partia Demokratike, Dega 1, Dega 2, nuk ka rëndësi, zoti Muga, duke qenë dhe një njohës i mirë sepse ai është edhe i fushës vetë, më sa djeti unë, po them, ka në i denoncim, 3-4 vite, ka në i qëndrim të kësaj partije në Këshillë Bashkiake, ku di unë, që kjo kapelja atje, ku di unë se ç'është ajo, është dhe frikshme kështu kur ka në herë kështu vranësina. Ka një denoncim të sa lek i ka marrë në qytetarëve Durrësak. Se mirë ato që se inaugurojnë. Po pse s'det kush me denoncu, po them. Dhe pyetja ime nuk besoj që është më e qartë se sa kaq. E do përgjigjesh? Po patjetër. Faleminderit. Tani se më shkruajnë tjetër dhe kam pyetje tjetër. Nuk më përsipër të them që ka qenë apo jo zoti Muka. E lam dy pjesë dhe unë jam unë i pasakut. Kur hiqim për ta qartësuar ti dhe unë kur vi zoti Muka trajtoja si pyetje. Patjetër. Momenti i parë, momenti i dytë. Velierë deri tash ka shkuar mbi 7 milion euro kosto që rëndojnë drejt për drejt mbi qytetarët Durrësak. Por unë e di po them për denoncim po. Ka patur denoncim qoftë nga Partia Demokratike, sepse ti di shumë mirë që në atë kohë dhe djem dhe vajzat forumit renor të Partisë Demokratike qëndronin aty, janë dhunuar nga grupe të sponsorizuar nga e majta. Dhe sot nuk janë pjesë e Partisë Demokratike. Ky është problemi që po ngrejon. Janë pjesë e Partisë Demokratike. Besoj që absolutisht po. Janë pjesë e Partisë Demokratike. Pastaj dëgjoj, në rrugtimin e saj Partia Demokratike ka patur shumë njerëz të cilët janë larguar, janë ofruar. Ne nuk duhet bim prej e këtij momenti, se tek e fundit fare të bësh një rrugtim por një qëllim të saktuar brenda Partisë Demokratike, kuptohet që do kesh edhe përplasjet. Nuk do të hapen edhe nuk do presë me lule. Patjetër, unë jam shumë dakord me të që ju thoni. Kush do guxojë të marrë përgjegjësisë, sepse ne këtu jetojmë. Në qoftë se ne themi sepse gjithçka siç është dinamika e zhvillimit të jetës, edhe jeta politike e tillë ka përplasje, ka grupazhe, ka rrëzime, ka ringritje. Unë do të ndërtoj pyetje të cilat kanë marrëdhënie mes opozitës dhe qytetarit, jo pyetje për të marrë vesh me Osmanin. Jo. Dalim me vesh pim kafe, gjithë jena miq. Por në marrëdhënie opozit qytetar për të kërkuar votën e qytetarëve më 11 maj, është gjithë qëllimi i kësaj që po them unë, nuk ka lidhje, nuk ka asgjë, nuk ka dues me emra, as me zotin Muka, as me zotin Sar, as me zotin Byrik Baçi, tash unë kam miq, janë ftuar të vinë, thonë mendimin e tyre. Të riqëm unë se zoti Muka nuk ka qenë pjesë e KRT-s, të riqëm nuk jam i sonë. Do të rriqesh, siç do të rriqesh, sepse Partia Demokratike dhe po fituat në 12 maj do të rriqim edhe nga 12 maj. Edhe një sekond. Sepse dhe për Velierën Partia Demokratike ka bërë një denoncim në prokurori. Di që janë zhvilluar disa seanca, por ka një problem madhor, jo vetëm në Durrës, por në gjithë Shqipërinë. Sistemi gjyqësor në Shqipëri nuk funksionon, funksionon sipas interesave. Zoti Dako, cilin unë dhe Partia Demokratike ka denoncuar pafundësisht, kur kam qenë unë flas, gjithmonë për këtë maj përgjithësi. Jo, për partinë. Unë kam qenë kryetari i Partisë Demokratike. Unë Vangjus Dako nuk e kam denoncuar si individ, si kryetari i Bashkisë së Durrësit, për dëmin që i ka sjell qytetit tim, sepse i vrau turizmin. Ne sot kemi një turizëm të cilët
vetëm miliardat që mund të Do shkojmë. Do shkojmë aty. Okej, dakor. Kemi punë me ato. Shumë bukur. E kam e juajur me ato pastaj. Ma fillu me fol me ato, ne? Do të jetë një histori shumë e gjatë. Problemi është që ato fitojnë, ato të marrin votat. Aty Artur, këtu gabon. Nuk kanë fituar Artur. Ai më në 2015-ën që importuan votues nga Peza, nga Ndroqi, nga zona për rreth Prezës. Po. 2700 votues. Po, sa mbaj mend se çfarë deklaruat ju. Mos guzoj kush preki votën se ka punë me ne. Ku ishit ju? Kush? Ku ishit? Opozita nuk votën se kush e votën? E bën pyetjen? Shumë interesante pyetja juaj. Dhe më pëlqen. Është vërtet. Por të importosh 2700 votues për 10 ditë nga jashtë rrethit, ku me një fat kohor prej 3 muajsh ka importuar mbi 8000 vota. Ka prodhuar karta falso, identiteti falso. Studentët kanë votuar mbi 6000 studentë. Sepse të kujtoj një gjë tjetër ty me që sa më kujtove, lutem. Zoti Zdava. Mos më ndërprit. Hajduti ka bë punën vet. Hajduti ka vjedh. Nuk vodi Hajduti, dëgjoj. Unë tani kam me ju. Pse si kërkoni llogarit vetes? Ne 3 kandidatë që nxorën përballë Vangjysh Dagos, ishin 3 kandidatët më dot partizan. Do të lutem duroj sekond. Se duhet më kërku. A ka për detyrë me vjedhë? Do vjedhë. Atëherë do i drejtohem dëgjuesit, jo Arturit. Dëgjoj më kujdes Artur. Puna është të lutem Artur. Temë në gjatë që është për ta. Po pra. Po atëherë më dëgjoj ti them disa. Do të emision të bëjmë lepetëqe partizë politike. Tash ja do mblesh t'ia përgjigjen. U denonsua Vangjysh Dako. U denonsua drejtori i plazhit. I hoq licencën e noterës. Prokuroria i dha drejt denoncimit që bëni kryetari i Partisë Demokratike Osman Stafa për këtë denoncim. U verifikuan. U hoqën, u pezulluan nga punë 4 drejtorë. Pas vjedhjes së votës, u rikthyen punë. Po kjo nuk do të thotë një fjalë që opozita nuk e mbojti votën. Është vërtet një fjalë që janë marrë 44800 vota në raport me kundërshtarin. Sikur në herën e atë kohë. Kundrejt një dhunë, kundrejt paraskrimit. Sepse në Durrës dhe në Shqipëri nuk kanë bërë votime i dashur miku im. Në Shqipëri që në 96 ajo atë ditë. Jo, 96 nuk bë biznes, pastaj nuk është bë votime, jo jam shumë dakord. Është përgjegjësia e Partisë Demokratike që në 98-ën ikën dhe i braktis të gjithë anëtarët e vet mos merrnin pjesë për votimin e kushteturës, duke identifikuar pastaj si pjesëmarrës votues të Partisë Demokratike që i dilte emri në Sulli, në Arapa e kujtun. Po. Ishte Partia Demokratike ajo që toleronte. Po më janë gabimet pafalshme. Është vërtet. Po për gabimet e partisë të flasim ne, jo. Dakord. Rama flet vetëm për vetët. Po 98 me 2025-ën është një kohë goxha gjatë. Ja do s'ka ndryshuar asgjë. Ka ndryshuar shumë gjëra sepse e kishim ke primarët dhe dolëm tek këtë gjë. Për të votën sepse primarët e ruajnë votën. Kush? Primarët? Absolutisht. Po patjetër. Janë përzgjedhur. Patjetër. Atëherë. Është proces i partisë i bënë për brenda. Një nga proceset më të mira nuk duhet të ishte bërë në kohën që u bë. Duhet të ishte bë 4 muaj përpara. Por mos harroj gjë, sepse ngacmova vulën e partisti. Po normalisht Artur, sepse kur gjykata vendos se e kujtosh vula dhe jo antarësia e Partisë Demokratike, këto gjëra do ndodhen në Shqipëri. Kur gjykata vendos me fjalë për të arrestuar liderin e opozitës. Po zoti Stava, kush e shoi në gjykatë të punë? E çova unë? Kush e mori vulën? Unë pyetjem është konkrete, kush e mori vulën që e morët prapë? Një opozitë që do të tërkesë se kena marrë vulën, që krijon skena të tmerrshme në selinë vet, dhe tani do të gëzohemi që kena marrë vulën sepse gjykata që ka korruptuar që kush e mori vulën? Ai ishte Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike për 8 vite. Ai ishte me bekimin e zotit Berisha. Vazhdo marrë pyetjen. Tani, mos 8 vite që thuhet këtij njeriu që ti na ke marrë vulën dhe ne me gjykat do ta marrim prapë. Po. Edhe fitoria më e madhe e opozitës në 12 vite ka qenë që i morën vulën Bashës, pa lidhje fare, nuk e di. Mas 3 proceseve që ne përmendëm, mos pjesëmarrjes në ndarjen territoriale, dorëzimit mandateve, mos pjesëmarrjes në zgjedhje, thushë fitoria më e madhe jona që kena marrë vulën Bashës, po nuk e di pas ajo vulë do qekën ai mrekullim madh. E mbaroi shqetësimin? Nuk është shqetësim, është qytetarëve, sinqerisht. Në kam një shqetësim, të gjithë pyetjet i kam ndërtuar duke pasur parasysh edhe kontaktet me qytetarët. Mënyrë se si i trajtojmë gjërat, mënyrë se si i trajtojmë gjërat ne. Pret lutem. Se si i vlerësojmë gjërat ne,
ndodhin këto gjëra. Ti me vërtet një fjalë e bën si pyetje sepse e shef nga jashtë. Por unë bëj një pyetje shumë të thjeshtë ty. Ai më me votimet e 2022-shit? Po. E sforcuara? Po. Po votimet e 2023-shit? Po. Me ky sigël votoi hyri nga Partia Demokratike. Ç'më intereson, Më intereson numra. Unë di që në 2023-shin kandidati jot i primarëve ka humbë 10.000 vota. Ç'më intereson mua? Më intereson mua sepse qytetari. Më intereson mua sepse vulën time majti peng sistemi i drejtësisë. Nuk është më vulën. Nga sekti. Nuk e di unë sektit. Nuk merr me sektën. Në 2023-shin ke humbë zgjedhjet lokale, ke marr pjesë. Në 2023-shin zgjedhjet lokale u grabitën, u vodhën. Më 11 pse do të vjen më 11. Po me leta trajtoj pra. Nuk kam ndodhur Artur. Nuk kam ndodhur Artur. Atëherë bindit rreshikusit, ato po na ndjekin, bindit rreshikusit që në 11 maj patjetër që do t'i bindem, sepse ato janë bindur, janë shumë hapa para nesh qytetarët. Zoti Sava, a di pse janë qytetarë para nesh? Qytetarët e dinë shumë mirë që votat nuk vjedhin ditën e diel. Runi Vangjushi mos u del premtën. Po doli Vangjushi premtën. Hajduti me 12 prapë këtë punë kemi. Fitore është Kutia, kena sigurt, po na i vallën prapë. Edhe si do të jemi çikë serioz me qytetarët. Jam jashtëzakonisht serioz. Nuk po flas për ju. Jam jashtëzakonisht serioz. Edhe për pozicion që përfaqësoj. Edhe për pozicion që përfaqësoj. Edhe për përgjegjësinë që kam marrë, më dëgjoj më kujdes. Dëgjoj më kujdes. Mos i kalojmë personale. Jo, më dëgjoj. Jo, nuk ka lidhje fare. Më dëgjoj pak. Hajduti po doli. Aty do e presim. Jo, në rregull. Dakor. Hajduti po doli aty do e presim. Ky është premtim publik. Hajduti po doli aty do e presim. E ndërpresim për pak reklam? Edhe një sekond. Kjo i duhet prap. Do na ketë përballë. Edhe diçka tjetër. Për sa i përket 2023-shit. As emri i liderit të Partisë Demokratike, pra i kryetarit të Partisë Demokratike, sepse kur flasim partia është institucion, ka dhe një përfaqësues. Nuk ka qenë fare i përfaqësuar. Kështu që votimet e 2023-shit dhe 2022-shit, ne mund të diskutojmë për sa i përket 2021-shit. Ku gaboj dhe në kalkulime opozita. Në 2013 diskutojmë kur dush, nuk e kam problem fare. Edhe 2013 me qenë se vazhdojmë prapë. Edhe pse ka 2013 zoti Stafa sepse mbaj mend që 10 ditë para se do zhvilloshin zgjedhjet, ka pasur takim të madh në Ferm Sukthit e quajmë ne. 2013? Në 2013 që kishte 600 antarësime Partia Demokratike. 600 antarësime nga interesimi që këmbohun, nuk ka Partia Laboriste në Britani për 10 vjet. Po të shi të marrës të gënjesh vetëm 600 antarësime fitore madhe gjithëse. Jo pak herë një fjalë, nga persona të tillë, Partia Demokratike ka kaluar në delire. Shumë mirë, po unë këtë po të kërkoj, këtë po të them. Normale, dëgjoj më kujdes. Sepse nëse nuk kishin. Ajo ka hik deliri po them. Të lutem. Nuk është pyetje që më takon më drejtu mua. I kryetari Dekës zoti? Po dëgjoj pra, pyet për delirin. Ajo ka hik deliri pra. Se lëvdrove primarët. Absolutisht po. Kanë treguar një pjekuri të procesit, Artur, mos i ngatrojmë gjërat. Kush ka frikë nga gara, Artur, është për punën e tij. Kush ka dëshirë të jetë brenda murit të përkthjelur nga doktor Berisha apo nga kryesia e Partisë Demokratike, është problemi i tij. Ai nuk meriton të vlerësohet me votë. Ai ka frikë nga përballja nga vota. Demokratët kërkojnë një model tjetër. Edhe sekondë e marrova. Jo, po për shkak logjikës, me që jemi këtu tani të para se të fusim reklamët, për të përballë me votën. Jam shumë dakord. Po këto njerëz që nuk kanë frikë përballën me votën dhe hyn ke primarët, po pse këto që morën më shumë vota nuk donin ke lista hapur për të përballur me qytetarët? Por kyçën veten aty ke 5 çapar. Në përshtim të zonjës që kena bërë marrëveshje bashkë fjale që është ndëruar dhe e meriton të jetë aty. Atëherë, mos të lodhim shumë të shikuesin. Përsa i përket për zonjën, kur është ofruar detyra e kryetarit Partisë Demokratike, të degës numër 2 Durrës, i kam kërkuar vetëm diçka doktor Berishës. Përfaqësimin e zonës nga zonja Manjola Luku. Përsa i përket që një dhe se zona më të ndutë. Apo nuk është. Në konceptin tim nuk ka zona të majtë dhe të tjera. Jo, e kam fjalën si numër votuesësh. Ka ndodhur në fakt me zotin Dago që ka humbur në Ishëm dhe në Mans, më duket. Ka qenë një kur kam qenë kryetari Partisë Demokratike, kemi fituar Ishpin, Manzën. Po ka qenë. Për të vërtetës ka qenë. Dhe diferenca në Manzës ka qenë afërsisht rreth 680 vota, 686 vota ose 687 vota, diçka tillë. Pra, rezultati përcaktohet nga njerëzit, nga ajo çfarë ofron.
besimi që do prodhosh tek njerëzit. Sepse nuk janë modele që lindën sot. Gjithkush nga këto do të gjykohet nesër nga qytetarët. Flas për një parti që ka përvojë zoti Stava. Dhe partitë prandaj ne diskutojmë kështu. Është një parti që ka 35 vite që është e angazhuar, është partia që ka marrë. Mu nuk do të më vinte mirë nëse më fjalë bashkëbisedimi jon apo pa kompromis. Do të ishte i qetë. Do thotë që diçka nuk shkon. Na si kemi biseduar qetë bashkë. Kjo është gjë e mirë. Kjo është gjë e mirë. Ne atëherë jam me Arturin gazetar. Me Arturin jashtë, jam me Arturin qytetar dhe Arturin. Unë jam me Arturin qytetar. Me dhimbsen ato njerëz që i shohim edhe në pozicione të ndryshme, se do kemi rast edhe të flasim më pas por një linjë tjetër që është ajo linja qeverisë, ditës se ku diun tani pasaj aty ju do jepni këndvështrimin tuaj, sepse edhe kontakt përditshëm me njerëzit në fushatën që po bëni. Pak hapësirë reklame, por të rikthyer përsëri me zotin Osman Stava, kryetari i degës së Partisë Demokratike Durrësit. Atëherë rikthehemi përsëri në studio. Jam me zotin Osman Stava, kryetari i degës së Partisë Demokratike Durrësit. Kemi diskutuar jo pak, madje kemi debatuar për historinë e opozitës në këto vite, për atë se si ka ndërtuar të gjithë procedurën për të shkuar në zgjedhjet e 11 majit, listimin e emrave, pakënaqësitë, dhe do kthehemi në një blok pyetësh të cilët kanë bërë, ndoshta ky është momenti më i mirë i opozitës, si në këndvështrimin tuaj një qeverisje që ka 12 vite, 3 mandate, dhe me siguri që do kishte shumë për thënë, por unë do desha të di në konceptimin, në perceptimin tuaj, si do ta, jo shumë gjatë kuptova, sepse edhe minutazhin e kemi kështu të kuvizuar, po si do ta përsaktoni ju 12 vite të qeverisë së zotit Rama? Për të kaluar pastaj në një pyetje tjetër që do na lindi nga ajo. Pra duke pasur parasysh qeverisën në përgjithësi, pra po flas që nga 2013 deri në 2025, pasur parasysh shumë sektorë, ju tani jeni në terren dhe kontaktoni njerëz, jeni me hallet e tyre. Ai më shumë që me sa kam unë informacion, ju jeni edhe njohës shumë i mirë dhe kontakte shumë të mira me fshatin, me zonën rurale, e cila ka një problematikë shumë më të madhe, për të thënë vërtetën. Pra, do deshim të koncentronim diçka brenda asaj hapësire. Patjetër. Për të vlerësuar me fjalë pushtetin e Ramës nga 2013 deri në 2015, është mjafton me fjalë ta nisim me sloganin e tij të famshëm. Qelbësia të gjithë ngjyrave, bashkohemi për të rrëzuar Sali Berishën. Momenti i parë. Momenti i dytë, kjo është shumë i rëndësishëm për qytetarët. Nëse në Amerikë nuk do vinte në pushtet, ose nuk do të rikthente Donald Trumpi, do kishim të vështirë të perceptoshim se kush e ka komanduar sot botën. Ti mund të thush me të drejtë, Osman, po flasim për në Shqipëri, po flasim për në Durrës. Po është mos e vërtet. Por s'duam ne ndikimet dhe impaktet e politikës globale. Unë kisha një pyetje që Rama ka shfrytzuar në fakt për hir vërtetës propagandën për një politikë dhe mbështetje ndërkombëtare. Dhe ndoshta tu mund ta vazhdoni atë logjikën tuaj. Do t'i marrim me radhë. Do t'i marrim me radhë sepse janë disa gjëra shumë të rëndësishme. Pra vetë politika globale ka qenë një mburojë dhe ushqim. Rama ka qenë një shërbëtor i zellshëm i kësaj politike, ku e ka emrin Soros. Faktet po dalin tronditse. Nuk duhet të merrem me gjeopolitikën as me politikën amerikane. Kthehemi këtu. Ku jemi ne sot? Për hir të vërtetës ne shikojmë fjalë mjaftot të dalim në Durrës. Mjaftot dalim në çdo zonë, do të kemi një braktisje të jashtëzakonshme të rinisë, të intelektualëve dhe të zanaçive. Nëse dikur ne shifshim njerëz të cilët kërkoshin punë, sot në Shqipëri, kur për hir të vërtetës para 15 vjetësh kemi qenë nga shtetet me moshë më të re të popullsisë, sot popullsia shqiptare është mplakur. Politika shqiptare, pra pushteti i Edi Ramës, me një skem të organizuar, unë shpeshherë kam tentuar edhe do të tentoj edhe ta zbërthej me fakte, me argumente, se çfarë ka ndodhur. Ndoshta do na duhet një emision tjetër, në një kohë tjetër të dytë, për ta trajtuar sepse ka fakte dhe materiale të materiale të jashtëzakonshme. Unë mjaftot t'ju kujtoj thjesht tek momentet që kaloi jo vetëm shoqëria shqiptare, por pothuajse gjithë shoqëria globale,
për sa i përket Covid-19. Por në Shqipëri është trajtuar shoqëria shqiptare si një Gestapo, duke nxjerrë forcat e armatosura. Unë akoma disponoj videot dhe pamjet, forcat e armatosura për të ushtruar terror psikologjik. Dikush mund të thotë me të drejtë, Osman, ç'na duhet neve ajo ko kaloi. Por ne shohim pasojat. Pra pushteti i Ramës gjithmonë ka qenë, e ka menaxhuar pushtetin në dy forma. Çdo 3 ditë, çdo 5 ditë ka prodhuar një skandal. Por të tërhequr faktikisht, për të tërhequr vëmendjen e opinionit nga realiteti, nga vjedhjet, nga babzit. Unë nuk e di mi fjalë se si doja dalë prokuria shqiptare, se si doja dalë Spaku, se çfarë i kanë bërë këto qytetarëve shqiptarë. Krimet që i kanë bërë këto qytetarëve shqiptarë, ekonomisë shqiptare, familjeve shqiptare, pronës së shqiptarëve, është pak e vështirë të dalë. Aty nuk duhen marrë në masë. Në masë. Mjafton, a ju kujtohet një fjalë se çfarë prodhuan tek autostrada? Debate, skandale, përplasje me policinë e tjera. E tërhoqën vëmendjen e qytetarëve edhe rreth 2 muaj, 3 muaj. Më kujtohet zonja Ulliri, e cili paraprinte këtyre protestave bashkë me Aulon Kalan dhe disa djem ja dolën. Po mirë marrë zotëri, por ai projektues i famshëm. Kjo rruga po për të shërbyer qytetarëve. Kalimet dhe nën kalimet, ajo në funksion për të shërbyer qytetarëve. A mund të bësh sa më të aksesshme? Rruga është zhvillim. Rruga për çfarë bëhet? Për të shërbyer një kompanie? A në qoftë rrugë private, atëherë vendos standardin tonë privat. Dhe për të rikthyer këtu që mos zgjatim shumë. Jo, thjesht për të orientuar sepse a keni informacione këtu nuk ka ndodhur vetëm pandemia, ka ndodhur tërmedi, kena akoma familje që jetojnë do vjet. Që është një proces i cili e prek direkt qytetarin. Shikosh familje tani mos 5 vitesh, 6 vitesh, nuk e di sa u bën tërmedi tani, u bën 5-6 vite që jetojnë dhe flitet. Unë nuk kam informacione për këtë punë, por që opozita ka këshilltar në Këshillin Bashkiak që dinë, që thonë që fondet e këtyre kanë përfunduar në vende të tjera. Do ishte gjë e frikshme nëse është e vërtetë. Unë do të jem i qartë. Pra do të jap informacion për atë që kam. Kam shumë informacione për shumë skandale që kanë ndodhur. Nuk i kam të verifikuara. Do të kërkoj kohën i verifikoj. Të bindem dhe për çdo rast do të drejtohem prokurorisë, pra medias dhe prokurorisë për të denoncuar çdo rast. Ndjem i vlerësuar, falenderoj qytetarët, të cilët më telefonojnë rast pas rasti dhe denoncojnë. Kam disa raste të cilët janë shumë skandale. Më duhet t'i verifikoj. Më duhet t'i ballafaqoj me ligjin, t'i ballafaqoj me të vërtetën, para se t'i denoncoj, që të mos bëjmë as show politik, as show mediatik. Ne duhet të rikthejmë atë lloj modelin që qytetarët kërkojnë, modelin e një njeriu i cili pranon një përgjegjësi dhe është i përgjegjshëm përballë përgjegjësisë. Pranon një detyrë. Tani që jeni në drejtimin e degës, a e shikoni që qytetarët i është kry besimi për të denoncuar, sepse pak a shumë e prekëm duke debatuar gjatë humbin e besimit kjo opozita. A mendoni se qytetarët janë kthyer dhe besojnë kjo opozit për të bërë denoncimet e tyre që ju nesër tha do t'i përdorin për të qenë faktën në institucionet e drejtësisë? Atëherë, do të kap 2 momente. Qytetarët nuk kanë humbur besimin tek opozita. Sepse po të kishin humbur besimin, opozita nuk do ishte në këtë gjendje që është. Është mbështetje e qytetarëve që demokracia shqiptare po mbijeton, sepse për hir të vërtetës, me këtë lloj represioni i ka bërë sekti i rilindjes shoqërisë shqiptare, sepse kur ty t'iken rinia, kur t'iken intelektualet, kur t'iken dhe zanaçit, ne mund t'i bëjmë në njëri tjetër një pyetje shumë të thjeshtë. Kush janë grupet shoqërore që reagojnë? Pensionistat? Jo. Sepse ne dim shumë mirë me fjalë, sa më shumë ta varforosh shoqërinë apo një grup shoqëror, aq më lehtë i blen dhe i përdor. Dhe këto e kthyen, pra, krimi dhe pushteti në Shqipëri për hir të vërtetës të 12 nuk kanë patur kufi. Sepse mjafton të them një gjë shumë të thjeshtë. A u votuar reformën drejtësi me prangë nduar nga deputeti? Kam reaguar në ato. Kjo nuk është reformë në drejtësi. Dhe çfarë kemi ne sot? Kemi një përplasje.
sepse viktimat të këto lloj makinacioneve është shoqëria shqiptare. Ne jemi banor të këtij qyteti. Është një qytet i mrekullueshëm për hir të vërtetës. Turizmi i Durrësit ka dalë niveli kategorisë 2, por mos po thoni kategorisë 3. Apo jo? I vetëm për zonën e plazhit. Zonën e plazhit e kanë kthyer zonë banimi. E kanë kthyer zonë ban urbane. Tashi, nën toka e Durrësit. Është një pasuri e jashtëzakonshme. Por veç pasurisë, është një histori e jashtëzakonshme e cila mund të përmbys raporte historike të cilat ne mi fjalë sot pse kanë frikë, pse po e vrasin. Kjo të ndërtohet në zonën A. Kush ka ndërtuar? Ti dhe unë? Qytetarë të thjeshtë? Jo. 3 persona. Miqtë kryebashkiakut. Kryebashkiaku. A ka përgjegjësi opozita? Absolutisht që ka përgjegjësi opozita. Si atë përgjegjësi ka? Si shka dhe përgjegjësi që buxhetin e 2025-ës absenoi? Këto janë vendime pa pjekurie, që të rregojnë pa pjekuri. Por mos thonë që kaloi për 34 minuta. Pra, kjo atëherë, miku im, gjithë këto çfarë ka ndodhur në Shqipëri do t'i reflektojë dhe opozita. Sepse ti ngacmau pak vulën, se do rikthehemi na rikthen vetë biseda se ka ndodhur këto gjëra. Sepse në Shqipëri nuk ka funksionuar demokracia. Kemi një sekt i cili për hir të vërtetës e ka bërë viktim një individ që reagon dhe e ka bërë ministër një person që jep lajke kryeministrit. Dhe kemi një momentin e fundit një kandidatje për deputete. Në qelloi fati sepse i dhash pëlqime kryeministrit Rama. Siç kishim kandidatën ajo e famshme kur dolim në parlament dhe dëgjuam se çfarë terminologji ditët përdorte. Pra kjo tregon me fjalë deri ku ka arrit papërgjithshmëria dhe klasës politike. Kam këtu përparë 5-6 emra unë që kanë qenë edhe ministra të opozitës edhe ministra të pushtetit sot. Kam ato emra këtu që Partia Demokratike ndeti pushtet dhe 2013 në kaluar në krahun tjetër dhe sot janë në pranga, ky është problemi i madh. A mund të thosh këto emra? Unë të them këto emra? Po. Zoti Ilir Meta është në burg. Po. A ka qeverisur me këtë? Ndjes zoti Priti është bërë për zoti Koka është në burg. A ka qenë deputet i Partisë Demokratike për të marrë shumicën e thjesht 71? Mbarove. Mbarove? Po do të jetë dhe i tjetër. Po edhe i tjetër. Edhe i tjetër. Do jetë i Vasila ku diun të si Haxhenasa ku. Do kuptoj. Po, plotësisht dakord jam. U bën një aleancë në 2000. Kur ishin në BT ishin të mirë këto, tani u bën të Ta mbarojmë tash, bona pyetën ta mbarojmë përgjigjen. U bën një kompromis për hir të rezultatit që prodhoi vota qytetarëve në 2009. Kam qenë kundër atij kompromisi. Atëherë, shumë mirë. Kjo është opozitarizmi. Atëherë më dëgjoj interpretimin. Kam qenë kundra. Aq sa mund të ketë patur pesh zërim i kam kërkuar doktor Berishës të rifutemi në zgjedhje. Kjo është normale. Shumë bukur. Demokracia e njeh këto lloj procesesh. Për sa i përket gjeopolitikës apo probleme rajonale, nuk mund të pretendoj dhe as mund të guxoj të pretendoj që mund të kisha informacion sa mund të kishte doktor Berisha apo ato që janë pjesë e elitës drejt kushteve të vendit. Sepse ka disa momente kur për hir të një shqetësimi madhor apo një ngjarje madhore je detyruar të bësh kompromis. Ai pushtet për hir të vërtetës ka patur problematikat e tij. Përdoi një model totalisht ndryshe nga filozofia e Partisë Demokratike. Por, nëse do kishim një sistem të mirëfillt drejtësie, sepse drejtësia ne dim kush është forca e pushtetit të tretë, që është drejtësia. Është problemi i drejtësisë, jo pak herë është bë viktimë nga politika. Por për aq kohë sa drejtësia nuk ka patur kurajë të guxojë të bjerë politikës, politika do e përdor. Janë marrëveshje, kompromise, le të paguajnë. Kush ka abuzuar me fondet publike, kush ka abuzuar me pasurinë e të tjetrit, le të përballet me drejtësinë. Problemi është që paguajnë qytetarit dhe stafat. Dakord pra. Ky është problemi i madh, pra ne diskutojmë edhe debatojmë për të pas parasysh shkojmë ke qytetarët. Do vim tek data 11. Është i pakrahasueshëm programi i Partisë Demokratike me Partinë Socialiste. Është drejtim. Në çdo lloj drejtimi. Partia Demokratike për shembull, kemi konkret. Kemi konkret. Po pra. Në nivelin ekonomik, në taksa, në gjithë shka. Në gjithë shka. Gjithçka shumë e madhe. Në gjithë shka. Nuk mund të krahasohet. Nuk mund të krahasohet.
E para do kemë rast klasë për programin e emisionet të tjera, gjithsesi për të detajuar, po. Okej, dakord. Po unë mund të marr një rast shumë të thjeshtë. Po një rast, atë desha unë. Mjaftot t'ju drejtohem atyre të cilët ju kanë larguar fëmijët. Edi Rama për 12 vjet me një skenar të detajuar në shërbim të sekteve për të furnizuar me fuqi punëtore Europën dhe Gjermaninë, sidomos Gjermaninë, kanë ndjekur një politikë për të larguar rinin, intelektualët dhe zanaçitë shqiptar. Po vëgjë kanë marrë mbrapa i mas 12-s. Të lutem, nuk të po them. Artur, rriqet. Unë kam më Më fal, do vi data. Unë jam ke 60 ka hequr rinia ime. Edhe mua ka hequr rinia ime. Në shërbim të Jo, jeni funksion politike dhe... Më fal, nuk them të kauzur të humbura. E kisha fjalë që Rama mund ta ketë prapë të meni me 12. Rriqet ato. E kanë shqiptarët me larguar Ramën. E kanë shqiptarët me larguar Ramën. Rama është i larguar, Artur. Çdo lloj mekanizmi të përdor Rama. E ka të vështirë të tjetërsoj vullnetin e qytetarëve. Çdo mekanizëm të përdor Rama. Rama dhe krimi dhe Rama. Para e pisët dhe kushdo qoftë. Është vështirë të vendosë Rama. Rama ka vendosur mi fat dhe shqiptarë për 12 vjetësh sepse ka patur një sekt të cilët i shërbente. Sepse ne di mirë me fjalë deklarata ambasadorësh që akoma pa nxjerrë rezultatin zgjedhjeve ditën e hënë, ai uroshin zotin Rama për fitoren. Po dimë dhe ambasadorët që kanë bërë veçkrat me rujt votën atë. Shqipëria ka qenë vend po vendi çuditshëm. Shqipëria tranzicioni ka ato gjëra. Që ne ka shkulluar çik shumë. Jam plotësisht dakord. Jam plotësisht dakord tranzicionin tek ne. Sepse nëse i kthehemi këtij debati do na konsumoj shumë kohë. Jo. Por mund të më kesh gatshëm gjithmonë. Nuk besoj që për t'u kthyer, por desha ke ajo që ju thotë ke vota ke qytetarët të cilët kanë ndarë mendjen me datën 11 mart të votojnë, kemi faktikisht një risi plus për herë të parë. Kemi një numër të konsiderueshëm vota që vijnë nga diaspora, që janë një kontingjent goxha, sidomos qarku i Durrësit bën pjesë në 3 qarqe që kanë më shumë. Mesa janë në dieni. Nëse nuk jemi sakt me numër kështu, por di që Tirana, Fieri dhe Durrësi kanë goxha potencial. Dhe duke qenë se janë të 3 qarqe të mëdha që 38.000 në rang bashkia janë 20 janë edhe qarqe me shumë mandate, kanë prodhuar shumë mandate. Desha një opinion të juaj lidhur me këtë. Nga kontaktet që keni pasur, sepse se nuk ka shqiptarë, po s'ket njerëz ndeje gjithsesi, a ndjet një frym për ta mbështetur opozitën fitore në 11 mart dhe nga takimet që ju keni bërë, cila është pritshmëria e kësaj vote? Atëherë, së pari unë gjej rastin ta përshëndes politikën shqiptare që më ndofund pas 35 vjetësh. Kjo është e vërtetë. Pas 35 vjetësh ju dha të drejtën qytetarëve saj të bëjnë njerë bashkë për votë shqiptarës. Dhe këtë radhë që janë bë bashkë me disa cungime. Mos bëjnë hile për cungime. Të lutem. Kam shprehur mendimin tim i fjalë që ato djemë dhe vajza të lindur apo të emigruar do të ishin pjesë e përfaqësimit të Partisë Demokratike. Për hir të vërtetës, Partia Demokratike i ka disa eksponentë. Ku një nga këto unë gjej rastin të përshëndes mikun zotin Skenardika. Po. Me që kemi dhe shaksin tonë. Shumë bukur. Dimi fjalë që janë edhe 4-5 raste të tjerë përfaqësues të emigracionit. Po unë do të dëshiroja që të ishin më shumë, ku të paktën 1/4 apo 1/5 e parlamentit të ishin me përfaqësues të emigracionit për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse janë njerëz që sjellin një zë totalisht ndryshe nga kjo lloj mendësie, nga shoqëria shqiptare. Duam ne fjalë janë njerëz të pakapur dhe janë njerëz që gjithçka e kanë ndërtuar me gjak dhe me djersën e tyre. Nuk janë produkte të politikës shqiptare që janë të lobinjë. Sirisi si fillim nuk është keq. Sirisi dhe duhet përshëndes. Edhe regjistrimi i tyre në një shifër 200 sa mirë shumë 240. Nga informacionet që unë që kam dhe nga bisedet që kam patur me shumë eksponent të djathtë dhe të majt. E majta ka qenë përgatitur që ky numër të mos shkonte më shumë se 60 deri në 70.000 veta. Vrapuan shumë normalisht që kanë qenë normalisht. Janë kalkulime që unë kisha 70-60 60 deri në 70-80 ka qenë një fjalë maksimale e parashikuar. Vrapuan drejtar. Dhe mu për këtë ka ardhur keq një fjalë që detyra jon ka qenë të denoncojmë. Të eksponent, kryetarësh bashkish, të burgosur dhe jo të burgosur, me paratë e taksat e shqiptarëve. Dhe për hir të vërtetës i mbushin xhepat plot dhe kur shkonin atje u respektonin nga emigracioni shqiptar, se këtu e paftyra s'ka fund.
kryetar bashkisë duke filluar nga Peqini e drejtora spitalesh nga Durrësi, e kryetar e bashkisë e drejtore nga Durrësi duke hikur si ekip. Në këtë moment, opozita për hir të vërtetës, pavarësisht që hyrë vonë në këtë lloj procesi, por unë gjej rastin të falenderoj emigrantët shqiptarë, qytetarë shqiptarë, të cilët filluan të reagojnë dhe shpërthyen në një lumë kërkesash për, siç gjej rastin, kam qenë totalisht kundra Komisionit Qendror, i cili vendosi një tra. Arsye pse vendosi traun e mos regjistrimit e din Komisioni Qendror i zgjedhjeve. Nëse është një debat teknik, por jo, nuk është debat. Atëherë, unë nuk e quaj debat teknik, unë e quaj unë bëhet fjalë për një lloj debati. Unë e quaj më tepër një problem politik. Sepse nuk është problem që edhe mund të ushtyshin zgjedhjet. Se zboni data 11, zboni data 18. Mjafton një gjik numri ose mjafton të rrisësh në dakord përpara. Mjafton të rrisësh operatorët. Por unë e quaj një problem politik. Gjithsesi, është një regjistrim i jashtëzakonshëm i shqiptarëve për hir të vërtetës. Unë besoj me fjalë. Është një vot e pa blerë dhe e pa manipuluar. Unë e di mirë me fjalë që nga e majta po përgatitet një skenar. Siç po marrin masat për t'i paraprirë për ta denoncuar këtë lloj skenari. Sepse gjërat janë në politika shqiptare. Nuk ta bëj pyetje se e kam bërë zoti Duka dhe përgjigja e tij ishte fantastike, po nga informacionet që ju keni dhe nga kalkulimet që keni bërë, duke pasur parasysh atë përshtypjen për cilën folëm. A keni një lloj trendi se ku mund ta ndonjë vot më shumë, pra vota diasporës, do jetë më shumë majtës apo do jetë më shumë djathtës? Sepse edhe majta ka propagandën e vetë dhe thotë që ne i bëmë ato qytetarë që t'janë krenar, atë kështu ka deklaruar zoti Rama, ne do i bëjmë ato me pasaportë BE-s, ne do i bëjmë shqiptarët, sepse po s'jem ne nuk shkojmë BE, ku diun. Pra, a keni një lloj kalkulimi nga kontaktet që keni, sepse është vështirë për të realizuar, se si do ta ndonjë kjo votë, sepse është votë konsiderueshme, sigurisht. Ajo është një votë e cila më fjalë edhe mund të vendos për hir të vërtetës. Jam i bindur me fjalë që është një votë ku do të dominoj në emër të lirisë dhe demokracisë. Unë jam i bindur me fjalë që ato shqiptarë që janë larguar, Rama nuk e ka provuar kurrë emigrimin. Rama është një Don Kishot, të lutem. Më dëgjoj pak. Jo, ka qenë çka po, është vërtet në aventurat e tij. Ka foto me makaron. Po, është vërtet në aventurat e tij, sepse Rama është produkt i bllokut. Njërin kam në bllok dhe tjetrën afër bllokut. I përgdhelur jo nga fati. Mos u hym ndryshe na dalin ke bllogu gjithë me kom, mos na dalin gjithë bllogu. Artur, nëse nuk do flasim për këto gjëra. Jo, nuk ka problem për Ramën. Le të dalin dhe të largohen. Më dëgjoj pak. Rama e mbro vetë ka puna vetë Rama. Rama për hir të vërtetës, është vërtet një fjalë që flet në emër të emigrantëve, sepse i ka larguar në mënyrë të dhunshme. Ato që janë larguar e di mirë se çfarë do thotë një fjalë klesh babain, nënën, gruan, fëmijët, familjen, vëllezërt dhe motrat, lutem. Jo, do shkoj logjikës së po shkoj. Zoti Rama se këtu kisha unë, zoti Rama pa merrte si një merit vetëm që unë bëra që diaspora të votojë, ky është problemi që desha të ngrej unë. Atëherë për Edi Ramën diaspora s'ka pas me votuar kurrë sa për tani. Është një kërkesë detyrim, sepse nuk do të merrte kompromisin nga opozita dhe faktori ndërkombëtar ja pa vendosur si kushte. Kështu që zoti Rama vetëm një merit ka. Ka vjedhur dhe bastisur shqiptar dhe i ka larguar bashkë me krimin në mënyrë të frikshme për hir të vërtetës. Gjendja aktuale e Shqipërisë. Zoti Rama me të vërtetë një fjalë mburrët për fasadën. Është mjeshtër. Absolutisht po. Është mjeshtër i fasadave. Sepse Hajduti gjithmonë din të akuzoj. Është filozofi. Dhe po të ndërhysh para po të bësh një portret të këtij modeli të pushtetit, është pak e frikshme se çfarë ndërthurësh do të kemi ky lloj portreti. Ku e vërtetë edhe gënjeshtra mund të jenë aq të afërta, saqë shumë njerëz do thonë, "Ere, kush është e vërtetë dhe kush është e gënjeshtra? Kush është bushtra dhe kush është e ndershmja?" Ky është portreti real i këtij pushteti. Por në fakt në fjalë ne kemi vetëm një portret pushteti që është i mbushur me bushtra. Sepse mjafton Artur,
ndoshta do dalë jashtë, edhe e fund do dalë jashtë etikës së komunikimit. Kemi një komunikimit. përbashkë që do të pushtetet rregot xhepi, ai që vjedh dhe ai që s'ka lek në xhep. Tani e kuptoj ku e kemi degdis. Është vota qytetare tani që do të tregoj a ka qeverisur Rama mirë ose ka qeverisur Rama mirë, ju si opozitë keni qendrimin tuaj dhe është normale në një rast të gjithmonë them një fitore të mundshme se nuk jam personi të vendosë. Dhe opozita do ketë gjithë hapësirët e veta pastaj për të dënsuar me faktet çka ka ndodhur në këtë vend në 12 vite dhe ndoshta pyetja ime fundit këtu ka të bëjë ka konsistoj sepse për hir të vërtetës ka dhe një lloj ngritje morale tek qytetarët, nisur edhe nga marrëveshjet e fundit dhe nga një ndoshta opozita është e pakënaqur me punën e Spagut, ka rezervat e veta, por ka një marrëveshje që do të jetë pjesë e një monitorimi të rrept procesit të zgjedhjeve, pra për rastet abuzive dhe korruptive, dhe unë kisha pyetjen këtu, a mendoni ju zoti Stafa se kjo do të ndikojë që t'i bini qytetarët që nuk shitet më vota, nuk ka thes milli më që ja blen votën. I përkas atij modeli qytetare që vlerësoj dhe mbështes drejtësinë. I përkas politikanit që vlerësoj dhe mbështes çdo sistem drejtësie edhe Spakun, më dëgjoj më kujdes. E përkryer nuk ekziston. Vlerësoj çdo marrëveshje të Komisionit Qendror dhe të Spakut. Edhe me prokurorinë, janë disa institucione që absolutisht po, të drejtësisë. Marrëveshje të drejtësisë. Po flas për sistemin e drejtësisë. Tripalç, me sa di. Çdo informacion që do kem dhe provë për vjedhje apo të tërësim vullnetit të votës, do ta denoncoj para organeve të drejtësisë dhe publikisht para mediave. Siç për hir të vërtetës do t'i bëj një kërkesë drejt për drejt strukturave shtetërore, e cila është vënë në funksion të pushtetit politik të Edi Ramës dhe policisë së shtetit, të mos bëhen pjesë e manipulimit dhe vjedhjes së votës. Ne do na kenë përballë, do të duket deklaratë politike. Dhe faktikisht kështu merret, sepse shqiptarët janë mësuar. Si jo, nuk jam politikan. Unë jam kryetari i Degës, politikan jam kryetari i Partisë Demokratike, para 10 ditësh kam marrë detyrën, mos i ngatrojmë gjërat. Do të jemi koshient. Për atë që kam qenë herë tjera, e kam treguar me fjalë që atë që them e bëj. Sepse ky është problemi i politikanëve shqiptar. Politikanët shqiptar thonë atë që nuk e bojnë dhe premtojnë atë që kurse realizojnë. Ne duhet të ndryshojmë modelin. Dhe për hir të vërtetës, pra unë i drejtohem çdo punojësi. Informacione kemi për gjithkënd. Do t'i paraprim me denoncime dhe me përballje. Mendoj që do të jetë një proces goxha i fortë. Përmbysja dhe ndrimi i pushtetit është i pa shmangshëm. Pastaj se si i bën llogaritë Rama me drejtësinë i takon Spakut dhe drejtësisë. I takon FBI-s edhe Ramës. Dhe ku kanë shkuar limitet e cënueshmërisë së integritetit apo të pavarësisë së pushtetit në Amerikë. Kjo është komenti im. Unë gjej rastin një fjalë të bëj thirrje çdo qytetari, çdo demokrati të zemëruar dhe jo të zemëruar, të angazhuar apo të pa angazhuar, të bëhet pjesë e këtij procesi. Ndryshimi është i pandalshëm. Por për të marrë nesër përgjegjësi, duhet bësh pjesë e procesit. Duhet të bësh pjesë e betejës. Kjo nuk është betejë, kjo është një luftë. Betejën e kaluam me primarët, u përzgjodhen kandidatët, a janë më të mirët? Jam absolutisht nuk jam më të mirët. A do kishte zgjedhje më të mira? Absolutisht do kishte. Shpresoj që qeverit kalojnë deri me një. Jemi përballë një realiteti. Ju po konstatoni që qeverit po kalojnë nga dita në ditë. Absolutisht po. Nuk ka vend për qef. Kjo është e rëndësishme. Nuk ka vend për qef. Kjo është e rëndësishme për një parti politike. Nuk ka vend për qef. Zoti Stava në regji më shkruan që kemi kaluar çdo lloj lëvizje, siç kemi bërë gjithmonë bashkë. Ne dy është pak e vështirë mos ta kalojmë. Dhe unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sonte në këtë emision pa kompromis dhe duke premtuar që TV Bulevard do t'i hapur për emisione të tjera ku ju nëse do keni mundësinë për të detajuar edhe pjesë të programit në sektor të veçantë për grupet e interesit, sepse sot u përqendruam më shumë në klimën e listave dhe koalicioneve, debateve që kanë sjellë këto qevmedjeve gjithsesi, por duke pasur edhe këtu një vlerësim për qeverisjen e 12 viteve. Jeni më pritur në televizionin Bulevard gjithmonë. Po mu ishte kënaqësi. Ndoshta në internacion mund ta kemi tejkaluar pak limitin, por në kohë jo nuk besoj. Në fushat jemi, lejohen shumë gjëra. E rëndësishme është për fjalë që të parandalim krimin, vjedhjen dhe abuzimin me
pasurinë e qytetarëve. Ato që janë mërzitur telekomandën e kanë dorë. Faleminderit. Faleminderit juve.